Si e gjetur, na ka pas dalë në atë punim që punëtorët kosovarë nëse veç vendosin për me i raportu shkeljet në drejtat e tyne të punës, gazetarët dhe mediat mbesin një adresë shumë e sigurt për ta. Pa dyshim, nga kjo e gjetur e jonja, filloi edhe bashkëpunimi me Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, një bashkëpunim shumë profesional, pse jo dhe mitësor, ku gjatë rrugës ne fillum edhe me mendu lidhur me trajnimin e gazetarëve për raportimin drejtave të punës dhe kushtet e tyre të punës. Por, këtu na lindi një dilemë thelbësore, se si ka mundësi me u raportu për shkeljet në drejtat e punës, kur ka mangësi të njohurive për drejtat e punës nga vetë sektori gazetarisë në Kosovë. Pa dyshim që është koha të fillojmë të flasim edhe për problemet që ndodhin në vendin e punës në sektorin e gazetarisë. Orë gjatat punës, punën presion, punë publik, linqim në publik, për më tepër aspekti mental dhe ngacmimi seksual